E para është që ne kemi humbur një kohë të artë dhe tani bota është orientuar drejt konflikteve që po vazhdojnë të ndikojnë në ekonominë e vendeve, jetën e njerëzve, dhe në ndryshimin të plot të diskursit ndërkombëtar për atë se çfarë në fakt do të ndodhë edhe me Iranin, Ukrainën. Kosova, nëse shikohet tani, është përbrenda kalkulimeve të kornizave të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, duke tentuar që të gjithë ata që kanë ndihmuar për krahur e financuar për një kohë të gjatë shtetëndërtimin Kosovë, që Kosova të mos jetë si themi këmbëza e tërheqjes së ndonjë situate të sigurisë përbrenda, dhe rrjedhimisht duke tentuar që nëpërmjet Kosovës të qarmatoset arsyja e Serbisë për të kaluar në një proksi aktiv të forcave tjera në Ballkan, për ta ruajtur integritetin e procesit të integrimit evropian dhe mos angazhimit të tepërt ose të panevojshëm të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo është fatkeqësi në kuptimin që Kosova nuk flet më për procese normale të reformave të integrimit evropian, e as edhe të absorbimit fondeve në mënyrë normale.